alaikum. Aleikum selam. Jemi para iftarit, lutje për ata që kanë fëmijë me autizëm. Sot ju që jam lodh, ama e një vetën po që më i dopt. Në aspektin fizik, jo në aspektin shpirtëror. Po, dhe po. Alhamdulillah, farëm Ramazin e mbajtëm ligjëratën. Kishim ligjëratën prioritetet që duhet me pas musliman. Shive, tash ne pas në këtë kohë, para iftarit dhe pa. Po. Po, inshallah Allah në pranon. Se kemi në vëllezër që janë sprovuar me fëmijët e tjere sepse kanë autizëm. Inshallah Zoti i ruaj. E bëni doa, nuk ka dhe një doa të posaçme për këta fëmijë, ama doa ka të përgjithshme. O Zot, për shembull, me emrat e tij që posedon emra të bukur, dhe cilësi të larta. Shëroje fëmijën tim, shëroje fëmijën e shokut tim, shëroje fëmijën e muslimanit, përgjithësia, jam i qartë. Më thonë, mos nguroni të lutni Allah se Allahu ka më shumë se mendojmë ne. Ne Zoti disi lipi sikur më lip atij kushis. Bere pak. O Zoti ka shumë. Zoti ka shumë. Mos nguroni të lutni Allah se Allah subhanahu wa taala jep më shumë se që mendojmë ne. Pra çka? Para iftarit, vallahi duke qenë atje rushim, Allahu subhanahu wa taala nuk I kthen duat dhe lutjet e sinqerta. E po në njëherë me mos ta bëjmë se nuk ka e nga përstja bëjnë ti. O Zote në minjerë, tak. Mundë Zote e vanon. Nuk e pranon të shtë, Zote e pranon në izër, pas njëzër. Urësi e Zotit. Urësi e Zotit, do. Allahu e din bëse mirë. Por atë shka këtë një për fund, e lusë Allahu subhanahu wa taala, që Allahu dhe shonë të gjithë fëmijët kudo që janë në këtë gjendje, me nevojë të veçantë ose autizëm si quhet, Allahu I shëroft. Amin. Ama prindërve të tyre, Zoti është ofsabi në dërim. Oni sprov për ta, po Allah pasi që ka sprovu, vallahi ka më shpërbri botën ardhshme, xhennetul firdaus inshallah. Amin. Allah të shpërblet.